Vlera e arit po shënon rekorde të njëpasnjëshme dhe vijon të rritet, por ky fakt as pak nuk e ka zbrapsur traditën e stolisjes së nuses me sa më shumë flori. Përkundrazi, interesim jo vetëm që ka, por ai është i konsiderueshëm. E në prag të sezonit të dasmave, një nga artarit më të furnizuara të qytetit, Tara Gold, thotë se janë bërë gati duke siguruar modelet më të fundit të kompleteve dhe të gjitha llojeve të stolive të arit. Janë të bindur se do të kenë një sezon të begat, ndërsa pritshmëritë më të mëdha i kanë nga mërgimtarët. Momentalisht jena ke Tara Goldi, ne parafarsisht 2 vjetin e këto, ama 20 vjetin e zlatar, e në një ketër, kender e kina, po e presim, inshallah dhe kina pun, inshallah dhe vinë gurbeqaret, ata presim. Disa direkt vinë, disa e në me porosi, shumica kanë nese në me porosi, qish pëlqen që ata e bëjmë, e porosi, normal, duhet dhe porositet pak më para se kohës, se darsmave, e bim që ata si e porosisin, e bim e në ata e në hazër që shkina pëlqenjë to e marin, ama disa kanë nesën e me porosi. Çmimet e larta nuk i ndalojnë dot dasmorët në blerje, por në vend të floririt 22 karat, marrin 14 karat. Por ata që kanë vazhdojnë të investojnë në flori, për shkak të pritjeve se vlera do të rritet akoma më shumë. Jo, kursejnë pak se momentalisht ari është pak më shtrenjtë, e ne më para e sheqim 20 karat, momentalisht është më shumë 14 karat, se është shumë shtrenjtë me vërtet. Ama prap miro dhe investohet shembull kush kanë, shembull pare gjoja sende, dhe investojnë kjo altani, se prap ne hala presim se dhe hipe hala më shumë. Teksa zbulon modelet më të fundit, artari Muhamet Kasami njofton se vlera përgatitore për një nuse fillon nga 15.000 euro dhe arrin deri më 90.000 euro. Po pim 15.000 euro nesën shembull, një kistek dhe duhet, një gerdan, një 3 halka mas pak, e në një kollu bilezik dhe një semten ata kjerat, mas pak pim 15.000 euro dhe nesën për afërsisht. Kush o vlera më e madhe që e mbani mend dikush të ketë investuar kë nusja? Afër 80.000, 90.000 ishte. Kur ka ndodhur? Para shumë kohësh? Jo, për shpejt. Para sezonit e kalueshme ishte. Momentalisht modelat të reja që këta jonë, e ne si kërkojnë. Pakës ma e madhe, e ne mat lenda jonë momentalisht, si vinë ma lirë. Mat madhe, më shumë të mbushin shembull qafën, e ne mat lirë, e ne që këta jonë shembull, ta jonë kitë 14 karat, gjyrën si 20 ama 14 karat jonë. E pos blerjes, ka njerëz edhe që shesin arë dhe kjo jo për çështje krize, por për shkak të fillimit të ndonjë biznesi. Ka e në ashtu, kina pas e në ashtu mishteri, ama jo për kriz, po hinë dhe një biznis, ose marrin dhe një bane e zgjoja, e në qish kam pas dhe një ardë, dhe një sen, po investojnë në ketër vend, kupton, se normal kështu për kote nuk shesin, kupton. Po për momentalisht, për kohën e fundit, e në më mejrë është dhe investohet kjallë tani. Ashtu ka kjohën, kupton, tu net ke shpeja, jo prap hipën në çmimi, kupton. Ata që blejnë flori për ta ruajtur atë si një lloj kapitali, zgjedhin më shumë lira. Për momentin, 650 euro është vlera e një lire, ndërsa 1 kilogram arë sot arrin çmimin prej 96.000 euro.